Gjyqtari i gjykatës së apelit Astrid Kalaja u ekzekutua me armë mesditën e kësaj të hënën në sallën e gjyqit. Ai u qellua me armë zjarri nga 30-vjeçari Elvis Shkambi, teksa po shpallte një vendim gjyqësor për një çështje pronësie ku ishin të përfshirë familjarët e autorit. Krahas gjyqtarit Shkambi qelloi edhe ndaj Rakib dhe Elvis Kurtaj, babë e birë, të cilët ishin pala kundërshtare në këtë proces gjyqësor. Ky është momenti kur forcat e policisë vrapojnë për të hyrë brenda ambienteve të gjykatës së apelit në Tiranë, aty ku gjyqtari po luftonte me jetën si pasojë e plumave të marrë. Ndërsa ky është momenti ku gjyqtari 62 vjeçar transportohet me urgjencë drejt spitalit të traumës, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ai nuk mundi të mbërrijë me shenja jete në spital, pasi kishte marrë 2 plumba në gjoks dhe 1 në bark. Ndërsa Rakib dhe Elvis Kurtaj po mbahen në observim nga bluzat e bardha. Autori u arrestua në ambientet e gjykatës, ku në fjalët e para ka pohuar se krimi i kryer lidhet me çështjet e pronësisë, për të cilën ishte në proces gjyqësor. Disa orë pas prangosjes, 30 vjeçari u transportua në policinë e Tiranës, siç e shihni në këtë video, ku do t'jap më tepër shpjegime rreth ngjarjes së rëndë. Së bashku me të uniformat blu shoqëruan dhe xhaxhain e tij John Shkambi, i cili ishte gjithashtu në seancën e mbajtur këtë të hënë në gjykatën e apelit. Konflikti i pronësisë që autori dhe familja e tij ishin në dyert e gjykatës lidhet me një truall në qytetin e Shkodrës, mbi të cilin ngrihej një godinë e vjetër, ku banonin Rakib dhe Elvis Kurtaj, të cilët mbeten gjithashtu të plagosur. Ky konflikt prej vitesh zvarritej gjyqeve, derisa së fundmi çështja ishte kthyer në gjykatën e apelit, aty ku këtë të hënë orën 14 nisi seanca me drejtues gjyqtarin Astrid Kalaja, me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore. Seanca zgjati rreth 90 minuta dhe rreth orës 15:30, kur gjyqtari Kalaja shpalli këtë vendim duke rrëzuar pretendimet e familjarëve të Elvis Shkambit, 30 vjeçari nxori pistoletën dhe pasi e mbushi qelloi disa herë në drejtim të gjyqtarit dhe palës kundërshtare në proces. Burime pranë grupit hetimor bëjnë të ditur se autori pas krimit qëndroi në sallë dhe priti policin për t'i vendosur prangat.